Buzë shëtitores në Sarandë, gjarë skulpturat prej mermeri janë bërë një tërheqje unike për çdo vizitor dhe turist, në çdo orë të ditës dhe gjatë mbrëmjeve pranverore. Kjo atelie hapur e artit skulptural mirëpret një numër të konsiderueshëm vizitorësh. Këto skulptura mermeri, sipas piktorit Lefter Çeko, i cili është edhe drejtori i Galerisë së Art Saranda, përfaqësojnë një vazhdim të ekspozitës në ambient të hapur, duke shndruar zonën në një galeri të gjallë në qiell të hapur. Të gjitha skulpturat frymëzohen nga magjia e detit dhe janë realizuar në sy të publikut rreth 10 vite më parë. Ato mbartin motive që lidhen me natyrën dhe traditën detare, duke krijuar një lidhje estetike mes artit dhe ambientit përreth. Ideja ka qenë gjithmonë që Galeria e qytetit Sarandës është një galeri muze që mban brenda vlerat e veprave të prej shumë viteve më përpara nga ana tematike dhe të realizimit të tyre nga mjeshtrat, nga artistët lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Duke parë që arti nuk i përket vetëm interiereve, kjo formë e simpoziumit që pjesë e asaj në eksteriere, në pjesë të jashtme të galerisë, që vazhdimi i ekspozimit të veprave të artit, i vlerave të artit, dhe sidomos specifike për qytetin tonë të Sarandës. Në vitet 2015, 16, 17, në qytetin tonë për herë të parë realizohet simpoziumi i parë i skulpturës së parkut. Dhe ideja që këta të frymëzoheshin nga magjia e detit. Duke ardhur nga shumë vendet e botës dhe skulptorë të tjerë shqiptar, dolën 6 veprat më të bukura. U realizuan një studio hapur, krijoheshin veprat në pranit të vizitorëve, të studentëve, të njerëzve të thjeshtë të qytetit, binin avash avash motivet e detit, delfinët, dallga, kalidetit, kërvilli, pulbardhat. Në investimet e vitit 2021, në vitet që u realizua kjo shëtitoria shumë funksionale, këto zunë një vend shumë të mirë dhe shërbejnë për vizitorët si pika atraksionit, duke shëtitur si atelie e hapur pranë dallgëve të detit, në këto shkallare që kanë kaq funksion për njerëzit e të gjitha kategorive të vizitorëve, këto të çojnë drejt galerisë së arteve që është pranë tyre, si vazhdimi i tyre. Para këtyre veprave, që duken sikur kanë dalë nga thellësitë e detit jon, vizitorët ndalen për të admiruar mjeshtrinë e gdhëndjes dhe për të shijuar përjetimin estetik. Fotografitë pranë skulpturave, të cilat janë të preferuara për pozime, shërbejnë si kujtime të këndshme nga ky vend i veçantë. Veprat e titulluara pulbardha, delfinët, ëndra, prerja e artë e detit, afërdita dhe kali i detit të realizuara në mermer, këtë pranverë janë bërë një arsye më shumë për të shëtitur përgjatë shëtitores. Skulpturat tashmë janë kthyer në një aset të rëndësishëm turistik, duke pasuruar ofertën kulturore të qytetit të Sarandës.